Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht me ju ngjarjet edhe dinamikat më të forta. Do të ndaloj të flas për Louise Ailey. Louise Ailey pas një ditëje, si me thënë, të vështirë që pati në Shqipëri, me lajmet që në fakt bën nami në rrjetet sociale, me tituj të tmerrshëm kundërdrejt Luizit, që me patjetër fansat u shqetësuan se çfarë ndodhi me të, si u bën gjërat aq shpejt, domethënë si mundet të dënohet aq shpejt një njeri. Luizi përzjodhi që të largohet nga përditshmëria, përzjodhi që të shkon drejt Bodrumit së bashku me Kiarën për të shijuar disa ditë të bukura në Bodrum. Atje ku në fakt edhe Luna, siç thot Kiara, ka vendlindjen, por unë them e ka vendnisjen, se vendlindjen e ka në Shqipëri. Duke që kanë rezervuar apo kanë prenotuar një super resort që po kënaqen të dy së bashku, do me thënë nuk janë hotel, kanë marrë një vila të vetën ku po ambientohen, po kënaqen, po argëtohen dhe po shijojnë momente të bukura të gjithë së bashku, e jetojnë momentin e tyre dhe po kalojnë çaste të mira. Luizi në Instagramin e tij ka postuar disa video apo fotografi me aktor, me futbollist, me njerëz të njohur të estradës turke, ku ka ngritur në fakt edhe kureshtjen se çfarë po ndodh me Luizin, mos vallësh duke bërë një bashkëpunim. Tani duke ditur influencën që Luizi ka në rrjetet sociale, ka në median shqiptare, me patjetër që ju ka rënë në sy edhe atyre personazheve, sepse Luizi u shndrua në personazh botëror, do me thënë të gjithë folën për Luizin, unë jam shumë i bindur që Luizi ka krijuar një lloj dakordësie me këtë staf, me këto personazhe për t'i intervistuar në show-n e tij. Ju e dini shumë bukur që tashmë në Top Channel është duke u krijuar një sken gjigande ku Louise Ailey do të prezantojë show-n e tij të radhës dhe mendoj që e gjitha kjo gjëja bëhet në një lloj bashkëpunimi që Louise Ailey është duke e bërë me këto personazhe. Unë mendoj që Luizi ndoshta ndonjërit edhe mund ta ketë pjesë të emisionit të tij të radhës, por mbi të gjitha, do me thënë, është fantastik dhe kanë shijuar të gjitha momentet. E kanë jetuar momentin, e kanë shijuar momentin dhe po kënaqen bashkë me Kiarën.